Në kryesinë e kuvendit tani është kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi në një deklaratë për mediat. Kur t'jemi gati më thoni. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Në përfundim të mbledhjes konferencës kryetarëve dhe pas 30 minuta gënjeshtër të profesorit, akademikut, historianit Tauland Balla, që kishte marrë përsipër të mësonte gazetarët se si do duhet bëjnë punën e tyre, po pa treguar në asnjë moment se si ai po e bënte punën e vet, jam i detyruar të sqaroj opinionin publik që mazhoranca socialiste në kuvend vijon me projektin për asgjësimin e parlamentarizmit dhe asgjësimin e çdo mekanizmi kontrolli që parashikon rregulloria e kuvendit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, në ushtrim të drejtave që i njeh rregulloria e kuvendit, ka depozituar një mocion me debat për mungesën e një ligjit posaçëm, siç ndodh në çdo vend të rajonit dhe në çdo vend të Europës, për caktimin e minimumit jetik. Qytetarët kanë parë se gjatë këtyre ditëve ka ardhur në kuvend për shqyrtim projekt buxheti për vitin 2026 dhe para 3 ditësh edhe paketa fiskale apo ligjet financiare që shoqërojnë miratimin e projekt buxhetit. Qartësisht, në këtë projekt buxhet cënohen të drejtat kushtetuese të qytetarëve për caktimin me ligj të minimumit jetik. Dhe unë dua ta bëj publikisht pyetjen që i bëra zotit Balla në mbledhjen e konferencës kryetarëve. Masa e ndihmës për personat e papunë apo ndihma ekonomike për familjet me të ardhurat të ulta është rreth 40.000 lekë të vjetra. Dhe zoti Balla do duhet t'i shpjegoj shqiptarëve, a mundet ai vetë personalisht të jetoj me 40.000 lekë të vjetra në muaj, siç në fakt jeton një numër i konsiderueshëm i familjeve shqiptare. A mundet një familje me 4 persona të paguajë gjitha detyrimet për energji, për ujë, për ngrohje, apo për ushqim të fëmijëve tyre, me ndihmën që i jep shteti shqiptar 40.000 lekë në muaj. Është fakt dhe përmendet edhe në kërkesën për mocion me debat, se sipas analizave dhe rekomandimeve të përsëritura ndër vite, nga organizata ndërkombëtare e punës, nga Banka Botërore, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe nga 2 studime të kryera nga avokati i popullit, se përcaktimi i një treguesi zyrtar të minimumit jetik është një kërkesë e vazhdueshme ndaj qeverisë shqiptare. Por deri në këtë moment ka munguar një qasje ligjore dhe institucionale për përcaktimin dhe përditësimin periodik të standardit minimal të jetesës. Dhe në ushtrim të drejtave tyre, por dhe për të shërbyer interesit publik, grupi jon parlamentar ka kërkuar zhvillimin e një mocioni me debat. Dua të bëj qartë që nga nisja e kësaj legislature, në ushtrim të drejtave tona kemi propozuar mekanizmat të kontrollit ndaj ekzekutivit, por që në fakt mazhoranca me forcën e kartonit, edhe pse nuk e ka një drejtë të tillë, ka vendosur t'i refuzojë. Në këto 2 muaj, grupi ton parlamentar i janë refuzuar 5 mocione me debat, 3 kërkesa për komision hetimor dhe 2 kërkesa për interpelancë me kryeministrin, interpelanca e parë dhe interpelanca e dytë për vjedhjen e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras nga zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Të gjitha këto të drejta kushtetuese të deputetëve të opozitës
janë refuzuar kundërshtim flagrant me rregulloren e kuvendit dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Po ashtu është fakt që në 10 seanca plenare, vetëm në një seancë është lejuar debat parlamentar. E dëgjova zotrin të na numëronte minutat se kur na I kishte dhuruar ai, se sa minuta kanë folur deputetët e opozitës. Patjetër do të flasim, sepse interesi publik na kërkon që ne të flasim në parlament. Interesi publik nuk na kërkon që ngrejmë kartonat pa lexuar, pa studiuar, siç na urdhron partia, ashtu siç bëjnë 83 me mec deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ne nuk kemi marrë kohën e kolegëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kemi marrë kohën tonë dhe kemi shfrytzuar hapësirën parlamentare për të zhvilluar debat për çështje që janë në interes të qytetarëve. Ama është fakt dhe jo një gënjeshtër e gazetarëve, siç akademiku Balla u përpoq ta servirte në opinionin publik, që deri tani janë miratuar me 10 ligje në 2 muaj të kësaj legislature dhe për asnjërin nga ligjet e miratuara nuk është lejuar debat parlamentar. Në asnjë prej ligjeve nuk ka patur diskutime në parim, ashtu siç urdhron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloria e kuvendit. Një pyetje krejt legjitime se ku e gjen rregullin, autoritetin për të kërkuar mbylljen e seancave pa zhvilluar debat, zotria na referoi te kodi etikës. Në fakt nuk ka asnjë rregull, sepse s'mund të ketë asnjë rregull që kuvendi mbyll punimet me kërkesë të mazhorancës pa lejuar të diskutohet për projekt ligjet. Transparenca është një parim themelor I funksionimit demokratik të një parlamenti. Nuk ndodh në asnjë vend të botës që të miratohen ligjet pa patur mundësi që të informohen qytetarët dhe të ketë diskutime në seancë plenare për secilin prej tyre. Tha dhe një gënjeshtër tjetër, ndërkohë që ju jeni dëshmitar, ne sot nuk kemi dorëzuar asnjë kërkesë për mocion me debat. Kërkesa në raport me luftën ndaj krimit organizuar është dorëzuar javën e ardhshme dhe sot në konferencën e kryetarëve, javën e shkuar, dhe sot në konferencën e kryetarëve, kryetari I kuvendit propozoi që meqense nesër mblidhet përsëri konferenca e kryetarëve, kemi mundësi që këtë mocion, pra shqyrtimin e këtij mocioni, ta shtojmë në rendin e ditës. Po ashtu dua të ndaj me opinionin publik një rast të paprecedent që po ndodh edhe në këto momente në komisionet tona parlamentare. Si asnjëherë më parë, qeveria zgjodhi që të sillte projekt buxhetin 2026 në kuvend, të pashoqëruar nga projekt ligjet financiare. Projekt ligjet financiare janë depozituar në kuvend në datën 13 nëntor, pra disa ditë pasi kishte filluar diskutimi I projekt buxhetit dhe janë shpërndar deputetëve të premten e javës shkuar, pra në datën 14 nëntor. Pa u diskutuar fare në konferencën e kryetarëve, pa qenë në kalendarin e punimeve të kuvendit të miratuar nga seanca plenare, komisionet ka nisur, pra brenda as 48 orësh, ka nisur shqyrtimin e projekt ligjeve financiare që shoqërojnë buxhetin e shtetit, edhe pse nuk ka ende, siç rregulloria urdhron, një kalendar të veçantë të shqyrtimit të tyre. Dhe kësaj kërkese në përputhje me rregulloren, kryetari I kuvendit ju përgjigj se duke u ngjitur nga zyra e tij në katin e 3 për në sallën ku zhvillohet mbledhja e konferencës kryetarëve në katin e 4, ja kishte bashkëngjitur, nuk e dim se si, kalendarit për shqyrtimin e projekt buxhetit. Ndërkohë që kalendari është publik, ka një ndarje të datave se kur do të shqyrtohet në secilin komision dhe ku nuk përfshihet diskutimi I 8 projekt ligjeve financiare që shoqërojnë buxhetin e shtetit. Çfarë tregon
e gjitha kjo. S'pari një shkelje dhe një nxitim që e kthen parlamentin në formal. Pra mjafton të sjellë ligje qeveria dhe deputetët nuk kanë nevojë as të marrin kohën e nevojshme për shqyrtimin e tyre, as të marrin kohën e nevojshme për të përgatitur diskutimet e tyre në komisionet parlamentare për këto projekt ligje, pa ata futen me njëherë, sepse e thash 83 me mec deputetët nuk janë këtu për të përfaqësuar interesin publik, po janë këtu si kartona. Urdhron partia jeshil e ngren kartonin jeshil, urdhron partia të kuq e ngren kartonin kuq, pra siç vjen urdhri i partisë. Deputetët e opozitës nuk janë këtu për këtë. Dhe dua të sjellën vëmendje edhe atë që i thash kryetarit kuvendit në konferencën e kryetarëve. Ne jemi i vetmi parlament në botë ku 100% agenda e kuvendit përcaktohet nga agenda e qeverisë. Ne nuk lejohemi të trajtojmë asnjë çështje tjetër që nuk ka ardhur nga qeveria. Po të shikoni agendën e kuvendit, është 100% agendë e akteve që sjell qeveria. Duke zyrtarizuar në këtë formë atë që opozita thot prej kohësh, që ky nuk është më kuvendi i Shqipërisë, por është një institucion që është dhe shpallur noter i qeverisë më të korruptuar në rajon dhe në Europë, qeverisë së Edi Ramës. Prandaj dhe se foli dhe për protestën, një nga arsyet pse është thirrur sot protesta, është sepse opozita nuk po lejohet të ushtrojë misionin e vet, përgjegjësitë e veta, të drejtat e veta në kuvendin e Shqipërisë. Nëse ti refuzon çdo mocion për debat, a mund të kemi ne një arsye pse kuvendi nuk do duhet diskutoj për mungesën e ilaçeve në spitale? Cili është motivi që deputetët e grupit parlamentar të PS-s votuan javën e shkuar kundër mocionit për diskutuar për mungesën e ilaçeve në spitalin onkologjik? Cila është arsyeja që ne nuk lejohemi të diskutojmë për caktimin e minimumit jetik? Cila është arsyeja që ne nuk lejohemi të diskutojmë për luftën ndaj krimit organizuar? Arsyeja është një dhe vetëm një. Sepse qeveria e korruptuar e Edi Ramës nuk ka në fokus interesin e qytetarëve, por ka në fokus vetëm miratimin nga ky kuvend projekteve korruptive që fryn xhepat e zyrtarëve të korruptuar. Po. E nderuar, unë mendoj që nuk është etike që ne të sjellim në konferencë thashë theme. Personi që ju sapo do t'ju shpjegoj se nuk është zyrtarisht kandidate. Prandaj pyetja është një thashë them. Zonja Sonila Bejti, antare e gjykatës kushtetuese, ka njoftuar komisionet parlamentare për tërheqjen e saj nga gara, menjëherë sapo gara është shpallur për shkak se ka papajtueshmëri me funksionin e antarit të gjykatës kushtetuese. Në atë email që është vënë dispozicion deputetëve, personi në fjalë argumenton që nuk ka menduar që procedura do të përmbyllej në një afat kaq të shpejt, pra ka gjykuar që procedura do të merrte kohën e vet dhe mund të korrespondonte me mbarimin apo largimin e saj nga detyra, prandaj ka shprehur dhe interes. Për pasoj nuk ka asnjë marrëveshje të tillë, sikundër dua të sjell në vëmendjen tuaj që edhe legjislaturën e shkuar avokati i popullit nuk është zgjedhur me konsensus për një arsye të vetme, se sa kohë unë të jem kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nuk ka për të patur asnjë bisedim në kafenet e kuvendit. Kam kërkuar dhe në procedurat që janë hapur do të kërkoj që çdo diskutim të bëhet në organet e kuvendit, ku çdo bisedë regjistrohet, dokumentohet dhe sigurisht i bëhet transparencë e plot
opinionit publik. Unë kam propozuar si format edhe në garën e shkuar dhe shkresat janë zyrtare që diskutimet të zhvillohen mes palëve politike në konferencën e kryetarëve, ku ne do duhet gjejmë një formulë transparente se si do të bëhet përzgjedhja e titularëve të disa institucioneve kushtetuese apo të pavarura të krijuara me ligj. Sjell në vëmendjen tuaj atë që thot në fakt edhe raport progresi, që për shkak se zakonisht zgjedhja bëhet jashtë formateve transparente të organeve të kuvendit, ne kemi një politizim të shtuar të titularëve apo institucioneve të pavarura. Këtë nuk e thot më opozita, e thot raport progresi që në faqen e tij të parë për politizimin e institucioneve të pavarura që zgjedh kuvendi. Dhe kjo vjen për shkak të kësaj fryme që majoranca propozon biseda në kafene dhe jo në institucionet e kuvendit. Sa t'jem unë, kryetari i grupit parlamentar PD-s, nuk ka për pasur kur asnjë bisedë në kafene. Në institucionet e kuvendit, po. Pyetje tjetër? Faleminderit shumë.